Në 24 orët e fundit, rreth 12.000 qytetarë kanë hyrë dhe kanë dalë nga vendi ynë përmes pikave kufitare të Moriçanit dhe Hanit të Hotit. Ndonë se ditë pushimi, lëvizjet ka qenë pakta në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit. Sipas dhënave të policisë vendore, përmes pikave kufitare në Han të Hotit dhe Moriçan, kanë hyrë në vendin tonë 5.400 qytetarë, ndërkohë që kanë dalë nga vendi ynë 6.600 me 5.358 mjete. Sipas autoriteteve doganore në Shkodër, gjatë 24 orëve kanë hyrë për qëllime turistike 588 shtetas. Muaji mars pritet vijojë me të njëjtat ritme, kjo edhe për shkak të muajit të Ramazanit, ndërkohë që lëvizjet mendohen të jenë më të larta në fillim të muajit prill. Aktualisht në Moriçan po punohet vetëm me një sportel në hyrje dhe një në dalje, ndërsa në oraret e lëvizjeve së linjave të autobusëve hapet edhe një pikë dedikuar atyre.